Domethënë, nëse deri më sot kemi thënë zoti Rama që nuk e dhënë llogari dhe nuk e mbajt përgjegjësi, ky ishte nga ata momentet kyçe. Ai ka dhe shansin që ka, domethënë vetëm një hall i madh e bën zoti Rama që të shkojë në këtë mbrojtje në kushtetuese, sepse ka 83 mandate të veta, ka edhe 3 një aleati që ka më shumë, ka një mazhorancë konsoliduar, ka një opozitë që nuk po ngrihet dot dhe nuk po ngren dot njerëzit. Mjafton të shikojmë Bullgarinë për ligjin për buxhetin e vitit të ardhshëm ishin ngritur në të gjithë qytetet e Bullgarisë. Çfarë duhet këtu më shumë në Shqipëri për të ngritur? Në këtë pikë, mendoj që ai e ka luksin ende të bëjë ndryshime, të kërkojë falje, të marrë përgjegjësi politike, të marrë përgjegjësi domethënë morale, edhe ndoshta mund shqiptarët prapë mbështesin dhe ta votojnë, po them që si është kjo çështje. Pra, kështu do e kalosh me procedurë. Nëse e kalon me procedurë, fiton apo humbet Rama në fakt? Politikisht humbet. Tregon dobësinë e tij, tregon që është pjesë e një presioni, tregon që si kryeministër, mund të kemi pastaj një bashkë kryeministër. Pra nuk kemi më zëvendës kryeministër, por kemi 2 kryeministra. E qartë. Megjithatë, dhe për ta mbyllur këtu, çfarë betet votuesit e zotit Rama të drejtohen kushtetueses, duhet ta besojnë Ramën apo jo? Jo, me këtë situatë është sepse ka një përballje logjike. Është një kryeministër i cili ka fituar në mandatin e 4 më thellë se asnjëherë tjetër, 83 mandate. Është një kryeministër i cili në raport me Bashkimin Evropian ka çelur gjithë grup kapituj dhe mund të ketë një perspektivë europiane pozitive, më prit pak. Dhe në rrafshin lokal është kryeministri i qeverive me akuza dhe me njerëz që dhe dalin në SPAK dhe me numër njerëzish më të penalizuar nga SPAK-u, pastaj presin gjykimin deri në fund. Ka luksin në një opozitë të dobët se nëse kryeministri Rama do të kishte kërkuar votat e shqiptarëve, duke i thënë që edhe po bollëm ju do na mbroni, edhe po që disa ministra të kapin për korrupsion, ju do na votoni, do ishin në rregull, do ishin në atë të vetën e tij. Në drejtën e tij, më thënë që më kam votuar shqiptarët, apo i kam thënë që mund të penalizohen, mund të bëjnë krime, po ju më keni votuar. Kjo është një shaka shumë e madhe. Shiko, qytetarët votojnë një herë në 4 vjet, por lishmëria e qeverisë verifikohet çdo ditë nga organet e ligjit zbatuese. Nuk është çështje referendumi, nuk është çështje mazhorance, nuk është çështje vote. Po e bëm neve drejtësinë, sa vota ke, sa qytetar ke, s'do kishim kur drejtësi. E qartë. Domethënë kjo është absurde, sepse prandaj janë pushtetet e ndara që të kontrollojnë njëri tjetrin. Nuk e kontrollon publiku, nuk jepet ky vend është ndëshkuar një herë nga gjyqjet publike. Nuk bën më gjyqje publike, nuk ka kuptim me gjyqje publike. Prandaj kemi organet e drejtësisë, ashtu siç janë. Shpresojmë që të jenë në drejtën e tyre, domethënë të kenë bërë hetime të drejta, domethënë mos jetë qëllimi me ndëshku askënd, nuk është ky, nuk duhet na gëzojë ndëshkimi. Madje duhet të ketë dënime alternative, nuk është burgu qëllimi kryesor. Siç nuk është as gjoba për policin në rrugë, domethënë qëllimi kryesor, po të rregullojë trafikun, kështu janë të gjitha raportet. Jo, e kuptoj. Megjithatë, presim dhe shohim sepse është një goditje e fortë. Drejtësia, unë e them, është në paradomën e kryeministrit Rama, është në nivelin më të lartë. Mbas Belinda Ballukut nuk ka tjetër përveç Ramës. Mas edhe kur ishte zoti Ahmeta, mas Ahmetit s'kishte, domethënë pra. Jo, kishte ca të tjerë. Po se ishte Rion Velia, i zonja Balluku, kishte edhe disa nivele paralele të pak. Goditja e zotit Velia dhe zonjës Balluku. Figurë më të lartë se zonja Balluku mbas Ramës nuk ka. 2 figurat më të larta ishin Velia dhe Balluku. Po. Që çuditërisht ti hakan gjithmonë kuma pas shpinën apo nuk di. Dakor, prandaj them, kësaj radhe drejtësia është në paradomën e tij dhe pritet për tu parë me shumë interes se si do të menaxhohet ky moment edhe brenda Partisë Socialiste. Mendoj që do bëjë ndonjë analizë Partia Socialiste. E mendon këtë parti që të marrë kryetarin dhe të thotë hajde të ulemi të flasim. Kur ka bërë analizë? Duhet kështu. Jo, ta bëjmë mbas këtij bilanci, se në çdo vend punën, nëse ka X njerëz, 1% të lartë njerëzish të cilët bëjnë gafa dhe që hedhin në erë gjithë konceptin e menaxhimit të një organizate ku ne punojmë të gjithë, të një organizmi, patjetër do bëhet një mbledhje dhe do t'i thuhet drejtuesve, ju që rekrutoni këta 1-2-5 njerëz. Kam dëgjuar zëra si zonja Dade, si Petro Koçi, si Dople, si njerëz domethënë cilët kanë drejtuar Partinë Socialiste që kanë bërë thirrje që të rishikohet ky lloj marrëdhënie, se s'mund të kesh kaq shumë, nuk ka pas kurrë Partinë Socialiste. Mendon që do bëhet kjo analizë apo do ta bëj prapë vetë Rama? Shiko, fatkeqësisht që dikush t'i bëj pyetje Ramës. Fatkeqësisht partitë politike kanë humbur demokracinë e brendshme, nuk kërkojnë më llogari. Dhe zoti Rama sillet ashtu sepse duar turkite.
Edhe Berisha duart roketet, po do dalin te Berisha pastaj. Të dy e kanë këtë gjë. Të dy e kanë këtë, por nëse në qeveri ti thua që ka interes, domethënë do janë këto tjera dhe njerëzit nuk heshin. Në opozitë për çfarë heshin? Në opozitë për çfarë heshin? Është qartë. Domethënë se nëse nuk e di pse dalin partitë, domethënë dalin partitë në opozitë për të rigjeneruar, për të rrimë këmbë, për të marrë, për të ndërtuar vetveten. Këtu nuk pranojnë. Domethënë këtu PD-ja sillet sikur thjesht i ka ikë pushteti përkohësisht, po pret vetëm datën, domethënë këtë pikë dhe mendojnë që kjo është një siç ishte në 2021-shin metodologjia gabuar që 8 vjet kanë mazhorancë dhe do vinë, domethënë dhe nuk kujdes për detaje. Është rokada e pushtetit që do visë s'pën. Pra, mendoj që fajtor nuk e kam më fajin vetëm zoti Rama, as zoti Berisha për atë. Janë ato që duart trokasin, janë ato që nuk i kërkojnë llogari. Nëse ne kemi një kuvend sot që nuk guxon ta marrë dhe të pranojë dhe të votojë ardhin e kryeministit për interpelancë apo të tjerëve, tregon që kjo arrogancë është mbahet nga këta njerëz si duart trokasin. Ndalemi pak tek Partia Demokratike dhe ndalemi pikërisht tek ai grupim që përfaqësohet nga zoti Saliani, i cili javën e kaluar pin një kafe. Partia Demokratike e relativizoi tha një kafe etj. Po ditën e nesër Saliani nis një tur në bazë, nis nga Durrësi, kam idenë që do filloj një tur në mënyrë kapilare në të gjitha degët e Partisë Demokratike. Si është këtë moment në PD? Berisha në fillim tha kafe, pastaj tha një herë shumë të rëndësishëm për ne dhe i ftoi për kafe. Vendosi dhe filloi takimet në bazë veti pari. Tregon që ai takim, duam s'duam ne, ndezi një zjarr brenda Partisë Demokratike. Po të kemi parasysh. Ervin Saliani është nga ata njerëz që ka prodhu politik. Shkoi dhe u përball me drejtësinë, nuk ju fsheh. Siç kanë bërë shumë politikanë, u përball, sakrifikoi, është njëri që ka prodhu politik. Duam s'duam ne, prodhon politik. Aulon Kalaja ka prodhu, domethënë, është në përballje gjyqësore, ka prodhu politik. Ilir Ali Mehmeti ka prodhu politik. Janë dhe njerëz tjerë, pra do të thotë që kemi një grup që është i shqetësuar, janë të votuar, kanë përballje me bazën, nuk e kanë gjetur. Më sa kanë folur për një pjesë të tyre, kishin të njëjtin shqetësim. As krerët e grupeve të punës që janë krerët, domethënë, në qarqet e tyre nuk i kishin takuar, as kryetarët e partive nuk i kishin takuar, as në Këshillin Kombëtar nuk ishin mbledhur. Pra, në një lloj mënyre, duke ardhur nga kjo neglizhencë e një analize të fortë për zgjedhjet 11 maj, ka kaluar mbi 6 muaj. U prit raporti OSBE Odirit. Se të pritet OSBE, çfarë tha raporti OSBE Odirit që nuk e dinim ne? Flisnim dot ne. Çfarë? Kështu tha, pra nuk flasim dot për raportin. Po për Bashën Berisha nuk priti raportin OSBE Odirit. Nuk priti fare. Ishe i bindur që kishte ndodhur ajo gjë dhe nuk priti. Pse nuk priti? Jemi të vonuar, tha në fakt zoti Berisha do ta nisim. Po pse, domethënë në 2021 nuk priti, po tani priti? Ke humbur domethënë në 2021. Domethënë pra, në këtë pikë nuk ka justifikim. Thjesht Berisha e dinte shumë mirë që po të fillonin takimet në bazë, do të jepte llogari për Nenin Basha. Do të ta gjente armikun deri në një moment dhe deri diku ja ka arritur dhe prandaj